Kodi Penal i Republikës së Kosovës në nenin 227 dhe kodi për të mitur e ka përcaktuar këtë rrethon dhe këto mundësi, sepse këto janë krime ordinere, të cilat pavarësisht statistikave të qofshin në rritje apo qofshin që ulën, ato ndodhen në gjitha shtetet, në gjitha shoqëritë dhe kemi persona të cilët kanë pra çrregullimet ose çrregullime ndoshta edhe mentale për të krijuar apo për të bërë një marrëdhënie qoftë me dëshirë, qoftë përmes dhunës, sepse kur themi dhunim, duhet të thënë që fillimisht ushtrohet dhunë për ta kryer një marrëdhënie seksuale, qoftë edhe me fëmijë. Kodi penal ka parapasur si vepër shumë të rënd penale dhe dënimi nuk mund të jetë më pak se 10 vjet. Dhe në qoftë se shpallet fajtor ky person mund të dënohet deri në 25 vjet me burgim të gjatë, por do të shikuar edhe rrethona tjera, ndërsa aspektet psikologjike, sociale, po natyrisht që luajnë rol edhe tradita, mentaliteti ndaj çësia ndaj femrës, ndaj fëmijëve, por kjo është vepër penale shumë e rëndë dhe e cila duhet dhe trajtohet, sepse nga praktika që e kam unë si avokat, ka pasur rast kur ka pasur pretendime, por në fund ka rezultuar se nuk kemi të bëjmë fare me përdhunim apo dhunim të miture.